Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kur zgjohet dikush prej gjumi, le të shpërlan hunën e tina 3 herë, për shkak se në birat e hundës flan shejtani. Kështu ka thonë Muhamedi alayhi salam, këtu e ban gjumin shejtani. Do me thënë, sa herë zgjohesh prej gjumit e nuk e ki qëllim me marrë vudu, nuk është koha për më falë, veç që e zgju prej gjumit edhe don me vazhdu punën tane, ose leximin tan, ose udhëtimin tan, i zgju prej gjumit të ditës apo të natës, në veçantë të natës, nuk ki qëllim me marrë vudu, atëre shpërlan hunën kështu 3 herë. Shif, 1 herë, 2 herë, 3 herë. Por shkak se në birat hunës ka thonë Muhamedi alayhi salam, flan shejtani. A duhet me pas niyet për këta? A duhet me ba niyetën si për vudu? A duhet me pas niyetën qëllimin? Realisht te ki niyetën për me shpëla hunën për këtë hadith, se për që e ardhë këto. Ama nuk obligohet niyeti, për shkak se niyeti në largimin e ndësirave nuk është i nevojshëm. Sa herë je zhyt edhe don me largu ndësirë, nuk ki nevojë për niyet të veçantë, veç e largon ndësirën. E kjo hen këtë rregull që nuk ki nevojë për niyet. Edhe pse tham niyetin e ki, veç se por përgjigje disa njerëzve që kanë qef në detaje me di gjanat. Qohesh për gjumit, nuk do me marrë vudu për më falë, për shkak se nuk është koha më falë, s'do me marrë avdes, i pastron hunën 3 herë. Besoj që ka e qartë, ka thonë Muhamedi alayhi salam, pastroha për shkak se në birat hunës flan shejtani. E lusëm Allahun azza wa jalla na rujt, kështu që praktikoni musliman. Wallahu alem sa damet i sjell kjo. E nuk lyp prej teve se në 5 sekonda e shpëlan hunën tane 3 herë edhe e praktikon këtë hadith Rasulit alayhi salam. Edhe fundit, nëse dikush thot nuk bën me përmend Allahun në banjo, nuk jam në banjo. Kjo veçësia është ndame prej këto.